A ke parë ndonjëherë një burr të heshtur që kthehet në mbrëmje me kurrizin paksa të përkulur, me duar të plesaritura nga puna, por me sy të mbushur me dashuri dhe përgjegjësi? Ai është babai yt. Çdo mëngjes zgjohet i pari, largohet në errësirë dhe shpesh kthehet në errësirë. Diku në një punishte, në ndonjë fabrikë apo në ndonjë zyrë të ftohtë, nuk ka rëndësi ku është. Ai punon që ti të mos ndjesh mungesë. Për ty ai duron. Për ty ai përpiqet të buzëqesh edhe kur bota po i bie mbi supe. I dërguari i Allahut Muhamedi paqja qoftë mbi të ka thënë: nëse dikush punon për të mbajtur familjen e tij, ai është në rrugën e Allahut. Po, çdo djers që babai yt derdh për ty është një ibadet, është adhurim. E Allahu i Madhërisëm në Kur'an thot: dhe ne kemi urdhëruar njeriun të sillet mirë me prindërit e tij. Ne shpesh herë përmendim vetëm nënën, me të drejtë sepse ajo ka një vend të lartë, por mos harro, edhe babai është një shtyllë që e mban këtë shtëpi të ngritur mbi tokë, një mal që nuk shembet, edhe kur era fryn fort. Ti ndoshta nuk e ke parë duke qarë, por ai ka qarë për ty. Në heshtje i vetëm, kur nuk e di se si do t'i paguaj faturat. Ai kur nuk e di se si do t'i paguaj faturat, kur nuk e di se a do t'ket bukë mjaftueshëm për të gjithë, kur nuk e di se a do t'ja dalë që ti të veshësh një palë këpucë të reja për Bajram. Dhe megjithatë, ai nuk kërkon duar trokitje, as nuk pret medalje. Mjafton një fjalë e mirë, një përqafim, një të dua bab, dhe zemra e tij zbutet si mjalti. O ti i ri, o ti që je bërë burr dhe ndoshta tashmë bab vet, mos harro babain tënd. Mos e lër të plaket i vetëm në një qoshe, me syt nga dera duke pritur që ti ta përqafosh. Thuaj faleminderit, thuaj se je krenar për të, thuaj se sakrifica e tij nuk ka qenë kot, sepse edhe kur s'kishte asgjë, ai të dha gjithçka. Mos harro fjalët e të dërguarit Muhamedit paqja qoftë mbi të, i cili tha: kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve, dhe zemërimi i Allahut është në zemërimin e prindërve. Për prindin tënd ti mund të mos kesh asgjë, por nëse ke respekt, mirënjohje dhe lutje për të, ti ke gjithçka. Dhe nëse ke ende mundësi të përqafosh, mos prit më. Ndërsa nëse nuk e ke më pranë, ngriti duar dhe lutu me lutjen më të mirë. O Allah, më fal për çdo fjalë që nuk e thash, më fal për çdo herë që nuk e vlerësova. Shpërbleje baban tim për çdo hap, çdo mund e çdo sakrificë që bëri për mua. Mos harro se babai yt është një amanet prej Zotit. Mos e harro, mos e vono mirënjohjen, sepse koha ikën, por lotët për baban nuk pushojnë kurrë.